Habiteshin se si lulet që i dërgonin në varret e më të dashurve po zhdukeshin, vendosin kamera të fshehta për ta zbuluar të vërtetën, kapin një burr. Ky është momenti kur një burr kapet nga kamera duke vjedhur lulet nga varret, ndërsa dyshimet për këtë veprim të turpshëm kishte detyruar familjarët e të ndjerit të instalojnë kamera për të parë se çfarë po ndodhte me lulet që i dërgonin çdo javë. Miqtë dhe familjarët e Steve dhe Pat Russell, që ishin varrosur afër njëri tjetrit edhe dy vajzave, kishin vërejtur se lulet që po i dërgonin çdo javë në varresat në Hull po zhdukeshin. Kështu vendosën të instalojnë disa kamera të fshehta në pemë për të parë se çfarë po ndodhte me ato. Dhe kështu ato filmuan një burr që për 7 muaj u avodhi lulet nga varret një herë në javë. Një nga vajzat e çiftit, Kerry, që kishte ndrruar jetë kur ishte vetëm 12 vjeç, pasi kishte humbur vetëdijen në shkollë 31 vite më parë, ndërkaq Kristi ndroi jetë në vitin 1996 kur pësoi sulm në tru, kur ishte 18 vjeçe. 4 vite më vonë, nga sulmi në zemër, ndroi jetë Patricia, kurse bashkëshorti i saj një vit më pas. Alan Hilley, 73 vjeç, nga Halifax në West Yorkshire, ishte tmerruar kur i ishte thënë nga miqtë se dikush po i vjedh lulet nga varret e më të dashurve të tij. Kështu ai së bashku me familjarët e tjerë vendosën të instalojnë kamera të fshehta për të zbuluar të vërtetën. Aty e kuptuan se një burr po vidhte një herë në javë lulet. Ata menjëherë e raportuan rastin në polici.